Një natë më parë, këtu në Real Story, publikuam sondazhin e parë të Evox News me Anxhi Riçerke, një firmë prestigjioze sondazhe, e cila është quar për saksin e tyre. Shifra e cilat ja vlen të diskutojmë sot pas atij prezantimit gjatë dje, siç u premtova, jam sërish me grupin e kolegëve të mi për të folur për shifra, për të folur për faktin që po e konfirmojnë edhe sondazhe të tjera. Për herë të parë, ndoshta që për vitit 1997, një parti politike po kalon limitin e 50%. Kjo është Partia Socialiste. Sigurisht ka një paradoks, po e kalon këtë mbas sondazheve, kuptohet, ndërkohë që kërkon mandatin e 4. Ndërkohë nga ana tjetër, po shikojmë sërish një pikë historike e referencë. Atë të vitit 1997, ku Partia Demokratike regjistroi rezultatin e saj më të ulët historik. Po në rrethana krejt tjera, kur në gjysmën e Shqipërisë ndoshta nuk u numëruan votat. Po dhe atëherë Partia Demokratike shkoi te gati 28%. Një Parti Demokratike që gjithsesi ishte e re në moshë dhe e pa konsumuar në energji politike. Po sot, kur në krye të saj ka një kryetar partie i cili e nisi, si shta Skënder Mingjozi një natë më parë, fushatën si Trump dhe po e përfundon, si Joe Biden. A është kjo arsyeja dhe a është kjo hapësira që po krijohet në të djathtë? Shifrat larta edhe tek partitë e reja të djathta, Partia Mundësia dhe tek Shqipëria bëhet e Adriatic Labë. Po, pse shifrat ndoshta nuk rezultojnë? Për këto do flasim sonte. Sikla. Mimbroma dhe mirë se vini në Real Story, me mua në program, jam Skënder Mingjozi, mimbroma Skënder, Martin Leka, mimbroma Martin Frok Qubi, mimbroma dhe Roland Lam, mimbroma. Atëherë, të rikthehemi tabelave kryesore, të thoja unë, që kanë të bëjnë me thelbin e sondazhit të djeshëm. Sigurisht, tabela kryesore, dalim te tabela kryesore tek preferencat politike, pra nëse do votonin 11 maj për këtë votoni. Kjo është pyetja thelbësore, pyetja më e rëndësishme për cilën pritën të gjithë shikuesit e shumë të mbrëm. Dhe tabela është ajo që shikoni në ekran, shpresoj që dali grafika e saj. Nuk është që kemi një tjetër grafik, besoj që regjia e ka gati, po nëse ka gati e kam unë këtu, atëherë Elot lutem më ndiq, kjo është grafika atëherë. Dalim edhe një herë tek Magic Wall, ku i kemi të gjitha tabelat kryesore të këtij sondazhi. Le të ndjekim, janë disa tabela të cilat janë më thelbësore se sa të tjerat. Vlerësimet e udhëhesve, do flasim për këtë më vonë, për kryeministin, zgjedhja e kryeministit, shkalla e aprovimit për Edi Ramën dhe natyrisht kjo është tabela kryesore, cilës janë përgjigjur 2000 shikues. Pra, nëse do votonin, për këtë do votonin në datën 11 maj. Dhe shikoni, i kemi dhënë referencë vetëm shifrave maksimale, mënyrë që të jemi korrekt me të gjitha partitë. Partia Socialiste shkon në 50.9%. Ndërkohë Martin edhe dje mbrëm në darkë një tjetër sondazh, ai në Top Channel e nxjerr sërish Partinë Socialiste në këto shifra. Çfarë do të thonë ka kjo? Pasi paradoksi është, pas 12 vjetëve ti duhet kërkosh mbash pushtetin. Ndërkohë që në shifra tregon që Partia Socialiste i rrit këto vlera. Ndodh për shkak qeverisjes, pakënaqësisë për cilën janë shumëta, apo dhe për faktin tjetër që përballë temi kundërshtari është në pozita pak më dobta. Unë mendoj të dytën, e kam thënë edhe herë tjere, po e them tani. Unë kisha dyshimet e mia nëse personi i afërt që ka bërë fushatën e Trump, që bëri sondazhin dje, do të kishte disa shifra më të ulta se sa... Ai është sondazhist, ai paguhet për atë punë. E kuptoj. Ata mënyrë me shifrat e kontratave, me shifrat e sondazheve. Kur them unë, po them... Trump punojnë me lek, Martin, nuk punojnë me ideologji. Këtë dua të dalë, do më thënë... Se ai nuk është sondazhisti Trump, ai është sondazhisti që ka punuar edhe për Trump. Kur them ne, ti mos më paragjyko mua, sepse unë mund t'jem simpatizant i opozitë. E kam qartë, dhe unë atë përgjigje po mundohem t'jap, jo ty personalisht. Gjithë problemi është që të gjitha sondazhet, edhe ky ku kishim shpresë, paktën ne demokratët, që të ishte një sondazh
më i ngrohtë për opozitën, bile del në shumë raste më lartë qeveria se sa pritej nga sondazhet tjera. Përfundimisht, Sokol, ata marrin paratë siç tha Skënderi, ata punojnë në mënyrë korrekte dhe normalisht në mënyrën më korrekte ndoshta duhet punoj La Civita, i cili për hir të vërtetës ka bërë një gjetje të gabuar. Në vend që të detyronte Berishën të vinte një kapele trendi, kapelen e ka vënë doktor, puna është sa 3 kapelja pastaj. Problemi është që ai ka ndrruar kapelen. Ai duhet kishte pas një kapele republike më mirë se sa një kapele moderne të kohës. Nuk më të gjykojsh fajla që vitës, sepse nga mosha, por nga mosha politike. Realisht, Martin, punë e Laçevitës tek fushat e Partisë Demokratike nuk e kanë parë të keqe. Sepse ai i ka thënë Berishës të heqë dorë nga agresiviteti, qëndroi tek pozitiviteti, të reklamoj temi platformën që i ka, programin që i ka, po ai nuk mund ta bëj dot Berishën. Po nuk e bën dot as nuk i shton. Pastaj te puna kapele, se zoti Trump me kapele, edhe Joe Biden ka dalë me kapele në fushat. Nuk ka një... Unë përdora një figurë, po të them që në gjithë veprimtarinë e vetë politike, të këtyre 34 vjetëve, shto edhe një 16-17 të periudhës shokut Enver, të Sali Berisha, më shumë atëhere, 50 sa vjetë, i bie domethënë që ky njeri duhet të hapte rrugë për të rinj, të cilët duhet të kishin në themel idealet e dhjetorit për të cilën luftuan demokratët e vërtet, studentët e dhjetorit, përfshirë ju që jeni këtu në edhe ne... Froga ka pas hallin më të madh. Sigurisht. Edhe Skënderi e ka pas një lloj halli, po e ka pas çik nuk u morë më atë punë, po Froga e pati hallin më të madh, e zjati çik halli më shumë. Problemi që janë fshirë të gjitha këto dhe pas 35 vjetëve, po e lëm periudhën e komunizmit, pas 35 vjetëve, ne jemi në këtë fazë që duam ndryshimin me një leadership që ka në krye pikërisht Sali Berishën, i cili nuk ka ndryshuar asgjë nga gjithë forca, agresiviteti, dia për demokracinë, sjellja demokratike e tjera tjera. Kështu që unë nuk kam shpresë dhe këtë e tregojnë sondazhet të cilët të gjitha... Unë mendoj që këto të dhëna, jo vetëm kjo studio, por në disa studio të tjera që po bën matje, po. Na tregojnë janë pak a shumë njëti trend, po, na tregojnë një gjë që e gjithë ajo që është thënë për studio në lidhje me reformimin e opozitës, ka synuar jo thjesht për të demonstruar një paragjykim që po bëjmë opozitën e opozitës, por për të treguar një gjë tjetër, që nuk mundet të vish në pushtet, vetë duke u mjaftuar, duke goditur qeverisjen, duke mos u reformuar veti si alternativ qeverisje, sepse njerëzit nuk gjykojnë vetëm qeverisjen, por gjykojnë dhe alternativën që i ofrohet përballë për të zgjedhur. Dhe kjo ka konsoliduar idenë që ka kapitali më i mirë i kësaj qeverisje është të ketë përballë zotin Berisha. Dhe sondazhi pikërisht këtë gjë tenton të tregojë që njerëzit dhe brenda Partisë Demokratike duhet kuptojnë që nuk mjafton vetëm duke goditur dhe atakuar qeverisjen dhe duke mos u reformuar vetë, sepse njerëzit në llogaritë fundit nuk kanë vetëm vot proteste apo vot kundra për konsumimin e qeverisjes, por kanë dhe vot kundër alternativës që i ofrohet kësaj qeverisje. Dhe të dhënat paradoksalisht na tregojnë në vend që të kemi një konsumim të qeverisjes që do të manifestohet në vota, ka një konsumim të opozitës që manifestohet në vota. E vetme gjë që s'kuptoi unë Skënder është që, okay, besoj këtu bim dakord gjithë që themi aseti më i madh elektoral i të majtëve dhe i zotit Rama është zoti Berisha, edhe në plan individual, ne i kemi dhënat, besoj, ju lutem regjia në kolona, ne i nxirrni pak preferencat edhe personale për Ramën dhe këtu jemi te shifrat e partive, po dalim të shifrat individuale. Preferencat si kryeministër duken qartë, Skënder, që 64.3% ka përcen funksionin e tij si politikan, pra dhe një pjesë shumë e madhe e palës tjetër
e shikon Ramën si kryeministër më të mirë se Berisha. Po gjithsesi paradoksi i kësaj gjëje, nuk e di pse ngel ky sondazhi këtu, por paradoksi i kësaj gjëje Skënder prap, okej, aseti më i madh është padyshim rënia e PD-s. Po si ka mundësi që rritet? Pse nuk rriten tjerët? Pse rritet Partia Socialiste? A është kjo një anomali? Duke ardhur këtu me Lamin, diskutuam një gjë që unë dëshiroj ta ndaj me ju. Sepse mendoj që është thelbi i asaj që po ndodh sot numerikisht me fushatën e zgjedhjet 11 majit. Unë mendoj sokol që ne ndodhemi në hapat e parë të rrënimit të asaj që unë e konsideroj si partitokracia 34 vjeçare në Shqipëri. Si ka ardhur kjo? Kjo ka ardhur me rrënimin e imazhit të liderëve politik, me hetimet e SPAK-ut, me mbingopjen e publikut dhe mërzinë e publikut me të njëjtat figura politike, dhe kjo po fillon të manifestohet, paradoksalisht, kjo shtëpi e vjetër politike po fillon të shëmbet nga krau i saj opozitar, ndërkohë që krau tjetër vazhdon për momentin të ruaj kuotat. Pra çfarë shoh unë? Ne kemi këtu sokol, ti e them drejt, është për të qëndruar brenda marzhit gabimit 47-51, po i rrumbullakos Partia Socialiste. Mesi do t'i binte diku ke 48-49. Jemi fiks në shifrën, në sinoret e shifrës 48.7 të vitit 2021. Pra, Partia Socialiste arrin të ruaj kuotat të paprekura, synon ndoshta diçka më tepër, po të paktën 74 mandate, është vështirë t'i ndash mandate këtu sepse kjo është votë kombëtare, ndërkohë që ne kemi 12 qarqe dhe është pak e vështirë. Por si votë proporcionale, po them, Partia Socialiste konsensusin e 2021-shin arrin ta replikojë me gjithë problemet që ka pas, me gjithë 4 vjetë konsum më tepër, dhe me gjithë... Dhe me 30 vjetë Hamburg, pa tjetër, dhe me gjithë atë që ti e the që po kërkon mandat në 4, ndërkohë që opozita kërkon edhe një 30 vjetë Hamburg. Ndërkohë, çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur? Dhe unë këtë sjell tek ajo fillimi i rrënimit partitokracisë Shqipëri, prej të cilës përfitojnë indirekt, jo se janë burrat zot, sepse realisht po e shohim, nuk është se janë, jo fal, lutem, do dalë tek ato partitë e reja që edhe ti i trajtove edhe dje. Jo se këta janë më të zotët, sepse këta janë vetëm persona që lëvizin nëpër Shqipëri dhe që hiqen si parti politike, deri tani të paktën, por edhe këta, aty ku dikur ka dështuar Bamir Topi, Kreshnik, Spahiu, po marrë vetëm të fundit. Mos shkoj deri tek mocionistët, sepse atje fenomeni shuhet, nuk kemi, po gjitha tentativat për të thy duopolin e PD-s dhe PS-s, përveç Ilir Metës 2004, të gjithë tjerët kanë dështuar. 2004 deri 2021. Po, sepse pastaj ra. Tani, çfarë kemi sot për mendimin tim që unë ti e kujton Sokol, ta kam thënë këtë studio dhe vazhdoj me këto shifra, vazhdoj ta them edhe më fort. Rënja e Partisë Lirisë është shumë e zhurmshme. Sali Berishës po i bie aleati kryesor. Po i bie në ato qarqet cilat do t'i dhëmbin më fort. Në jug, ku Berisha ishte më i dobët, hynte Ilir Meta dhe merrte Skraparin, Beratin, etj. Pra kishte mundësi të bllokonte avancimin e PS-s dhe sillte vota për PD-n. Sot ndodhemi përballë një fenomeni ku në kuadrin e rënies së saj partitokracie pra të vjetër, fenomeni më i dukshëm është që Partia e Lirisë me shkrirjen e çiftit që ka justifikuar prezencën dhe qenien, ekzistencën e vet partisë, bie dhe ne do ta shohim se në zgjedhje do t'i marrin vesh më në fund votat, ne do ta shohim se në qoftë se, dhe këtu i kam shifrat, në qoftë se në 2021-shin, Lulzim Basha mori 39.4% i vetëm. Ja, ku e keni shifra poshtë. Dhe Monika Kryemadhi mori 6.81% si parti, gati 7%, dhe po t'i mbledhim këto dyja shkojmë në kufit e 47%-shit, sot ne kemi 25 parti në kuadrin e asaj që quhet ASHM, ku është edhe partia e Metës, do të thot ish LSI-ja, e cila sot vlen vetëm
37%. 37,1%. 37 është maksimale. Po, pa tjetër, unë marrë gjithë më të mesme. Po marrim maksimale. Po marrim maksimale. E marrim, vlen 9 pikë më pak në rastin më të mirë. Gati 10 pikë përqindje më pak PD plus LSI. Po e them LSI për... Tani unë këtu kam një pyetje, pasi le temi, po diskutojmë mbi këto shifra. Shifrat e sondazheve janë si do votonit ju nëse votonit sot. Këto shifra mund ndryshojnë nesër, po me sa duket trendi nuk do ndryshojë, mund të ndryshojnë shifrat, mund të ketë një ulje të njërës, ngritje tjetër, se tjetër. Zakonisht shifrat shkojnë në ngritje po ngritje për të gjitha palët me afrimin e javës fundit. Puna është 80 pikët, po të bësh matematikë thjesht, atëherë i lutem regjia, te 4 kolonat kthejmë pak 4 partitë e tjera cilët dalin në sondazhe, pra Lapajn, Qorin, Tom Doshin dhe Sheajn. Pra, po të marrësh me aritmetik të thjesht, këto vota, le temi, shkojnë të Lapaj dhe shkojnë të Shehaj. A mund të jetë kaq e thjesht? Kjo Lami me ju. Po, është kaq e thjesht. Kaq e thjesht është, pra shkojnë të dy? Ne duhet kuptojmë ku do merren votat nga partitë e reja, sepse ka një tavan që shkon në maksimale, potenciali i votave që kanalizohen tek partitë kryesore. Dhe kur ka një rrjedhje votash, ne duhet kuptojmë këto vota ku shkojnë. Për shembull, ne dimë që nga 2013 deri në 2017 që pat një rritje Lëvizja Socialiste për Integrim, arriti shumë votat i marrën nga e djathta. Dhe më pas ato vota ranë dhe ra bashkë me Partinë Demokratike. Pra ne këtë analizë... Vetëm ka një gjë. Ti referohesh 2017. 17, po. 2017 për mua besojmë gjithë dakord ishte një anomali. Anomalia ishte e qartë, e dukshme, që kishte një rrjedhje temi komerciale. Sigurisht, nga e marrë dhe e djathta, po. Nga Partia Demokratike, tek LSI-ja, pasi ndoshta batën më shumë siguri që të shkonin dhe votonin të Ilir Meta, se sa tek Lulzim Basha, i cili u duk ashishare që ishte në shtjetën dhe Edi Ramës. Le ta bëjmë ndryshe atë analizë. Ja një sekundë. Nëse i rrim asaj që nga 10 pikët, 7 pikët janë LSI-s, kryesore. Okej, po. Të dyja partitë, qoftë Lapaj, qoftë Sheha, janë identifikuar bile me fortë si partitë djathta. Ato janë partitë të qendrës kryesisht, për hir të vërtetës. Jo, po them si janë identifikuar. Mirë, për te si identifikohen ata. Lapaj thotë jam i djathtë. Mi, dakor. Sheha i po patjetër thotë jam i djathtë. Sheha po është i djathtë. Deputeti po des. Sheha e ka dhe me to. Se edhe është biznesmen. Euroatlantikët janë parti e djathtë, sepse kanë strukturat, kanë individet që lidhen me të djathtën. Te Euroatlantikët ta shohim nëse janë, sepse te ai sondazhi mbrëmshëm që ishte bën shkurt, Euroatlantikës kishin lind akoma. Ska gjë. Po kes do të merrem me sondazhet e tjera. Ne po shikojmë si orientohet vota. Edhe e djathtë e bashkuar dashamirësh. Lëvizja për shërbim kombëtar djathtë. Është e djathtë. Edhe ata janë djathtë. Është logjike që këto parti do marrin tek thesi i Partisë Demokratike. Por po të shikosh në përqindje, ka një përqindje modeste në raport me partitë e reja. Atëherë pyetja shtrohet, partitë e reja ku kanë marrë vota? Po ti referohesh Partisë Socialiste, nuk lëviz asnjë votë nga Partia Socialiste. E shikojmë edhe votat e Pra, Partia Socialiste ka arritur ta mbrojë votat e saj, ka vendosur madje murin kinez, dhe jo vetëm që nuk lejon t'i merren vota, po shkon në maksimumin e saj, në historinë e saj më të mirë të votave të majta. Atëherë ku po marrin vota këto parti? Vota po marrin tek LSI, e cili ka një rënje drastike. Ka një pjesë të votave që po merr ke Partia Demokratike, dhe kjo është çfarë po ndodh ke e djathta. Pra e djathta po gryhet së brendshmi. Partitë e vogla po shkyen në mënyrë figurative partinë kryesore që është Partia Demokratike, e cila nuk arrin dot jo vetëm të mbajë votat e 2021-shit, që është në kuotat e 39%, por po zbret dhe rrezikon të shkojë edhe në vota ndoshta të 97-s. Kjo është frika që po ndodh brenda Partisë Demokratike. Po guxoj të bëj një pyetje, që është prapë paradoks, pasi gjithë situata është paradoksale në këto zgjedhje. Mos vallë temi rënja e LSI-s si një mini kull, mini kështjell elektorale, sepse ajo ishte, çdo sondazh nxirrte 1%, 2%, pastaj dilte në rastin e pra edhe kur e drejtoi zona kur e madhe, shkoi gati 7%. Mos vallë paradoksalisht kjo rënje e kështjellës së LSI-s për shkak se temi mbreti i saj sot është një tjetër kull. Zonja e parë nuk është më zonja e parë.
Po se paradoksalisht bashkimin e të majtës kop një ide kisha, sepse du të kuptoj ku po shkojnë këto vota, sepse nuk po rezulton që këto vota të LSI-s të shkojnë të lapaj edhe aq më pak të shehaj. Shikoj, gjitha çfarë ndodh, kjo është një vërtet, një pjesë të atyre militantëve të LSI-s, sigurisht gjatë periudhës që kanë qëndruar në LSI, kanë qëndruar, si me thënë, me sforco. Kanë qëndruar, si thuash... Ose kanë qëndruar, jo me sforco, kanë qëndruar me sforco të ndarë nga PS-ja. Po pra, me sforco të ndarë, këtë gjë po do të thë, kanë qëndruar me sforco atje, jo se atje janë dhënuar, po kanë qëndruar për shkak të interesit, për shkak të, po ne jemi të majtë, po ne jemi socialistë, pse nuk shkojmë atje. Po edhe për shkak se Ilir Meta ishte figurë qendrore. Edhe për atë arsye. Edhe figurë fort qendrore. Edhe sot që është në qeli prap, mbetet figurë qendrore. Sidoqoftë kanë pasur përfitime dhe kanë jetuar si një parti jo ideologjike, kanë jetuar si një parti interesash, si një parti përfitimesh, si një parti punësimesh, për të mos thënë gjëra të tjera, pastaj të cilat ne i dim. Ato jeton spaku. Po, i di tjetër kush, i di spaku. Tani problemi është se ata janë një pakicë dhe shkojnë tek origjina e tyre, shkojnë në Partinë Socialiste. Po ato janë një pakicë, fenomeni që po ndodh, ajo çfarë ne na bën të vihemi në pikpyetje, edhe të themi çfarë po ndodh, dhe vërtet diçka po ndodh aty, se po ti mbledhish gjithë ato partitë e vogla, dalin rreth 100% ku janë, ku vjen, kush se Partia Socialiste nuk mund ta dyshosh që është tek 50 që dhe unë mendoj se... Jo, të vërtetën 50-a mu më duket ditë qik, po kur e shikoj që e kanë gjitha sondazhet, pastaj jam e prirur tem që ndofta kjo është tendenca. Fenomeni që po ndodh tani është ky. Do me thënë jemi shumë shpejt akoma, duket pak e çuditshëm, por jemi shpejt për të thënë që këto shifra janë rezistente. Mund ndryshojnë tani. Patjetër ndryshojnë sepse e gjithë lëvizja është në ajustim, është në ajustim. 10 ditë që fundit. Po, pikedesh. Atëherë, pas gjithë shkencës së të votuarit, së demokracisë, së teorisë, etj. Njerëzit shkojnë, mendohen orët e fundit, e vendosin se ku do votojnë. Dhe këta janë që kanë votuar, që votojnë këto partitë e vogla, janë... Sa për themi për kujtes, të gjithë shifrat bazohen mbi njerëz cilët këtë sondazhit, bazohen mbi njerëz që kanë thënë do të votojnë. Do të, ja pra. Në 11. Ka një hapësirë kohore, ka një hapësirë, ata s'kanë vendosur. Që 14.7% që thatë ju nuk e kanë vendos akoma. Pikërisht. Unë shikoj, do me thënë, ata të gjithë, do me thënë, janë njerëz të zemëruar, janë njerëz të pavendosur, zemëruar dhe me PD-n dhe me PS-n, sigurisht. Po. Dhe janë të pavendosur, akoma se kanë menduar dhe një telefonate që i bie për shkak sondazhit, ata fare mirë, do votoj Lapajnë, thotë. Po në fakt Lapajnë nuk e voton. Pra ju thoni që realisht Lapaj është njeriu, është partia që s'ka dhe përgjithsisht. Partia që nuk ka një target, partia që nuk ka një logo, partia që nuk ka një sniper. Për të gjuajtur mbi në thonjza, për gjuajtur mbi qëllimin e tij. E të njëjtin gjë mund të thuash për partinë e Shehit, padyshim. Jo, kam përshtypjen që ju keni drejt nga këto partitë e reja. Vetëm gjë që thonë ata thonë jemi të djathtë dhe të rrëzojmë Ramën. Po jemi shumë vonë për të bërë option në politikë. Në politikë ka një qëllim, ka një synim. Ka një parti irlandeze, për shembull, që thotë unë do të gjuaj korrupsionin. Ose do të liroj Snowden nga burgu. Janë qëllime të drejtë për drejta. Këta nuk kanë ende një gjë që për cilin... E para, e dyta, është një problem i madh të çfarë krijon këtë anomalinë. E krijon fakti që Partia Socialiste tashmë nuk është thjesht një parti, është një majorancë. Partia Socialiste e ka mbuluar, thujse e ka mbuluar gjithë fushën politike të vendit. Do me thënë, nuk ka ku shkon Skënderë, nuk ka ku të vej të gjej ushqim një parti e vogël, sepse si ka caktuar vetës qëllim, se po ta kishin menduar këtë gjë, do ta gjenin ushqimin e tyre. Pa të djathët i ka mbuluar Partia Socialiste, të majtët i ka mbuluar Partia Socialiste, të rinjit i ka mbuluar Partia Socialiste, studentët Partia Socialiste, të punësurit dhe të papunësurit Partia Socialiste. Me burat e ka e qik problem, Rama? Me burat, ajo e burëve realisht është një temë tjetër, është një temë e vetironisë, sepse po t'ishte grua s'do të thosht atë ndaj burë. Është një vetironi që folklori shqiptare ka shumë të zhvilluar. E ka të zhvilluar në sensin më pozitiv.
Unë do isha treguar i kujdesshëm, megjithatë pasi shifrat e zgjedhjeve të 2021-shit tregojnë që burrat në vlerë absolute janë ata që votojnë më shumë. Duket e 900.000-shim, gratë janë të 600.000-shim. Pastaj se si ndahen votat të meshkujt të fermat të nuk e di, po me që erdhi fjala aty më lejo të ta them që sidomos në veri dhe sidomos në Dibër, vetë ironia ka shpëtuar incidente, tragjedi të mëdha, sepse me një vetë ironi ka zgjidhur gjithë problemin. E kuptoj. Ka shkuar në gjak. Se jam gjysë Dibran vetë, e di çfarë të thotë. Më fal. E di dhe fakti që Dibra është i vetmi. Kështu që unë shikoj Skënder. Nuk ishte për burrat e Dibrës. Po ata që thatë burrat e Dibrës. Më fal, lutem. Ai ka thënë tekstual, më fal fro. Jo, desha të them vetëm një gjë se ta, pastaj problemi, ajo çfarë shikoj, unë shikoj një ajustim të gjithë këtyre, pak nga pak do harrojnë se jam falë, se do të harrojnë se jemi të lapajt apo jemi të ati shehit, dhe do shkojnë tek folet e tyre, do shkojnë tek shtëpitë e tyre. Por shikoj që votat që ka Edi Rama si kryeministër, me 64% janë niveli ku po tenton vetë Partia Socialiste të shkojë. Do më thënë, 64%? Jo 64, të 60. Të 59, por që s'do jetë 51, për këtë kam si me thënë krejtësisht si përqindje apo si i referohesh si përqindet numrin në parlament? Se është ndryshe pak. Shiko, përqindet në parlament janë të definuar tashmë sepse janë me ato listat e mbyllura, dhe pjesa tjetër është shumë afër me qeverisjen e vendit. Njerëzit kur votojnë për qeverisjen, dhe nuk votojnë thjesht për personin që në sistemi magjorar. Megjithatë nuk e di nëse e kemi tabelën, aty ku Rama vlerësohet vetë pra si individ, si politikan, shikojmë që aty ka një përqindje diferencë shumë të madhe midis shkallës aprovimit ti personal dhe kur vjen puna vlerësimit ti si kryeminist, po nuk e di Lami nëse kjo do të thotë që njerëzit vlerësojnë qeverisjen pasi le të themi, në Shqipëri është vend mesatar, vendi zhurmshëm, llafi keq dëgjohet më shumë se llafi mirë, po gjithsesi gjithë jetojmë të vend. Ka një komponent interesant që vlen për ta e dim që pak nëjësit janë, ekzistojnë. Që ndoshta elaborojmë edhe me Minxhollin këtë gjë, që ka një komponent që është dallues tek e majta dhe tek e djathta. Tek e majta është fakti që lideri i saj, që është kryeministri, ka më shumë vota se partia. Pra, në të gjitha sondazhet, referuar dhe sondazhit tuaj, vëren që lideri i forcës më të madhe, që është zoti Rama, ka si vot preferenciale më shumë vota se të partia. Gjë e cilën jep mundësi këtij lideri që ta tërheq partinë dhe ta çojë në pozitat e tij për të maksimizuar sa më shumë vota. Kjo justifikon në strategjinë e fushatës edhe përqendrimin e fushatës tek zoti Rama, i cili ka marrë përsipër fitoren dhe humbjen ta ketë si triumf apo kostot të tij. Por referuar preferencës e justifikon. E kundërta është tek Partia Demokratike. Zoti Berisha ka si vot preferenciale apo si preferencë më pak se çka vota për partinë. Pra në vend që ta tërheq Partinë Demokratike, është Partia Demokratike që tërheq zotin Berisha për ta çuar në kuotat e tij. Në vend që të krijojë mundësi për ta zgjeruar dhe më tej partinë, pra ta çojë në synim që ka Partia Demokratike, nga votat që realizoi dhe siguroi në 2021 tek vota që nevojiten për të përmbysur qeverinë, është e kundërta. Nuk ka mundësi, nuk ka potencial për ta bërë këtë. Dhe paradoksalisht e mbylla, është në qendër të vëmendjes. Pra partia shef të anomali dhe në vend që ta kurojë në mënyrën se si është ideuar fushata, ta shpërndajë goditjen, e përqendron për ta marrë dhe më fort goditjen si individ dhe si parti. Okej, më duhet shkoj publicitet, po më njëherë kur themi duhet japim një përgjigje kësaj pyetje. Siç janë sondazhet, do ta fillojmë sigurisht aty ku e hodhi topin Lami tek Skënder Minxhozi, i pari. Siç janë shifrat edhe këtij sondazhi, po dhe sondazheve tjera, duket qartë që po afrohet ai momenti historik kur ne mund të shtrojmë pikpyetjen e madhe. A është ky fundi historik i Partisë Demokratike të paktën siç ne e njohim? Publicitet deri kthehemi pas pak.